10 vjeç borri voj vjen në shtëp fëmitu, turpi madh. Drogaxhin dhe drekit. Dhimbja madhe, ngushëllim në familjes. Ta marrin jetën tjetër, se të vinë nga Zoti, e pranojnë po. Një ditë pas aksidentit tragjik në Durrës, familjet e 2 fëmijëve që humbën jetën kanë hapur dyert e zisë. 2 të miturit 9 dhe 12 vjeç, nxënës të shkollës Demokracia, janë përcjellur në banesën e fundit, mes dhimbjes së madhe të familjarëve dhe komunitetit. Në familjet e viktimave kanë shkuar për ngushëllime dhe zyrtar të lartë, mes tyre zëvendës kryeministre Albana Koçiu dhe kryebashkiake e Durrësit Emiriana Sako. Ndërkohë, familja e autorit të dyshuar Nikol Radaçi është larguar nga banesa e asistuar nga policia për të shmangur çdo incident. Hetimet nxorën në drejt detaje të reja për drejtuesin e automjetit që shkaktoi tragjedinë. 57 vjeçari rezulton me një historik shkeljesh të rregullave të qarkullimit rrugor. Sipas policisë së Durrësit, në vitin 2022, atij është pezulluar leja e drejtimit 2 herë nga 1 muaj për tejkalim të shpejtësisë. Më herët, në vitin 2020, ai është ndëshkuar me gjoba edhe për parakalime të gabuara. Banorët e zonës e njohin si drejtues problematik, ndërsa njihej edhe me nofkë mbisha. Në komisariat pas aksidentit, Radaçi ka shfaqur pendes dhe ka deklaruar se nuk mban mend asgjë nga ajo që ndodhi. Ai lëvizte me shpejtësi nën efektin e alkoolit, fakti konfirmuar edhe nga testi i kryer pas ngjarjes. I arrestuari po hetohet për shkelje të rënda të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen, drejtim në gjendje të dehur dhe largim nga vendi i aksidentit. Kjo ngjarje e rëndë ka rikthyer në vëmendje jo vetëm përgjegjësinë individuale, por edhe nevojën për rritje të sigurisë në rrugë.